Sa po Dolce doli nga dhoma e Grimit, për një moment ndaloi para pasqyrës dhe mbeti pa fjalë. As vet nuk u besonte syve se sa e bukur ishte bërë. Grimi i theksonte tiparet në mënyrë perfekte, lëkura i shkëlqente, ndërsa flokët i binin lehtë mbi supe, aq natyral dhe elegant sa dukej sikur çdo fije ishte vendosur me kujdes për ta bërë edhe më të veçantë. Ajo buzëqeshi lehtë, me atë buzëqeshin e saj të pastër, ende e habitur nga pamja që po shite. Kur doli në ambientin ku ndodheshin vajzat e tjera, reagimi ishte i menjëhershëm. Njëra u afrua e para dhe i tha, sa e bukur je. Me një ton që tregonte admirim të sinqert. Tjetra shtoi menjëherë, je bërë shumë mirë. Oh! Ndërsa një tjetër nuk i mbajti dot emocionet dhe tha, çe bella. Duke e shoqëruar me një buzëqeshje të madhe. Komplimentet vinin njëra pas tjetrës dhe Dolce vetëm skuqej pak, duke falendëruar me përulësi, por brenda saj ndihej më e sigurt dhe më e fortë se kurrë, por momenti që ra më shumë në sy ishte reagimi i Edit. Kur e pa Dolcen, ai mbeti pa mend fare. U ndal në vend dhe vetëm e shikonte, pa thënë asnjë fjalë. Syt nuk i hiqeshin prej saj, sikur po përpiqej ta kuptonte se si ishte e mundur që ajo të dukej aq mahnitse. Ishte një vështrim i pastër habie dhe admirimi, një heshtje që thoshte më shumë se çdo kompliment. Për disa sekonda, Edi thjesht qëndroi aty, duke e soditur, i kapur totalisht nga pamja e saj. Më pas, edhe ai nuk mundi ta mbante më dhe buzëqeshi, duke tundur kokën lehtë, sikur të thoshte me vete se ajo ishte vërtet diçka e veçantë. Në gjithë shtëpinë filluan të dëgjoheshin komente pozitive për Dolcen. Banorët e tjerë i afroheshin për ta komplimentuar, por veçanërisht flokët i merrnin gjithë vëmendjen. Të gjithë thoshin se i dukeshin shumë të bukur, të butë, plot jetë dhe që i shkonin për mrekulli me pamjen e saj. Dolce ecte mes tyre me një qetësi të re, me një shkëlqim në sy që nuk vinte vetëm nga grimi, por nga energjia pozitive që po merrte nga të gjithë. Ajo nuk ishte të hyje.